Se ne shpesher mendojmë vetëm për ata amanetin personal që e kemi si individ, po kemi edhe një amanet i cili është amanet shoqëror. Pejgamberi sa jo rastisht ka thonë me largu pengesën nga rruga është pjesë e imanit. Është. Me largu pengesën, ose edhe në rastin për personin që do të hyjë në xhenet vetëm për shkak të një degës apo një druni që ka qenë në mes të rrugës se ka larguar. Është. Po është fakt, domethënë se dyqysh është kriju një farë mentaliteti në shoqërinë tonë, se atë që e thash edhe më herët, nuk jemi të obliguar gjithë ta ndërtojmë shoqërinë. Që hoxha e kryen këtë punë, ose e kryen arsimtari, profesori, ai tjetri, po. Gjithmonë barën dyqysh ja lojmë tjetrit. Barën ja lojmë tjetrit. E ky mentalitet neve po na kushton jetë. Edhe shpesh herë e kemi vërejtë edhe na si jo xhallar, flasim shumë, bëjmë aktivitete shumë, por e shohim që rezultati është ndoshta edhe ndër minimal. Problemi është se me një farë mënyrë sikur po e kupton shoqëria jonë dhe xhamati jonë, se hoxha e tha edhe detyra e hoxhës është me kry kret punt. Po. Kurse realiteti nuk është kështu. Po. Thot pejgamberi sa kullukum ra'in. Nuk tha vetëm hoxha është bari. Nuk tha vetëm profesori është bari. Tha kullukum ra'in. I përfshin gjitha klasat e njerëzve. Hoxhën, profesorin, punëtorin, shitsin, çdo njëri është përgjegjës, çdo njëri është bari, çdo njëri e ka një emanet. Kullu nefsin bima kasabat rahine. Po, secili, domethënë, në qafën e tij ka një përgjegjësi për cilën ai do të jep llogaria. Në këtë format, domethënë, nëse edukohet shoqëria, të cilën shoqërinë e shohim si model në aspektin teorik të gjeneratën e pejgamberit alayhis, se kështu i edukoi pejgamberi. Dhe çdo njeri e shifte veten si faktor të rëndësishëm. Këtu është me rëndësia, se njerëzit sot e kanë humbat faktorizimin. Mendon që nuk është faktor, mendon që thjesht edhe nënvlerëson vetveten. Kurse realisht Islami, Kurani, Suneti e pejgamberit na mëson ndryshëm që bashkarisht ndërtojmë, bashkarisht ta ngrisim mizanin, bashkarisht flasim, bashkarisht domethënë ti eliminojmë ato gabimet që i kemi. Po spaku me atë që ke mundësia. Qysh ka thonë pejgamberi sa, nëse shef një të keqe, domethënë, ndale me dorë, varësisht prej pozitës tane që i kemi. Por nëse nuk ke mundësi me dorë, atëherë edhe me fjalë. Por nëse nuk ke mundësi edhe me fjalë, atëherë me zemër. Mirë po unë mendoj që edhe në këtë kategori na nuk jemi. Domethënë dyqysh e kemi dalë zbehe dhe ajo ndjenja e se realisht refuzimit të së keqes. Po, se realisht një njeri i cili e brengoset për një të keqe. Ajo breng, domethënë do ta motivoj njerin që të ketë një produktivitet për zgjedhje një mënyrë ose një metodë që ta eliminoj të keqen. Por fakti që domethënë te na vetëm po shtohen këqijat, vetëm po shtohen dukuritë negative. Kjo është dëshmia më e madhe se na as në kategorinë e tretë të hadithit nuk marrim pjesë. Madje ndoshta edhe vetveten e arsyejtojmë ato tjetër, ma keq kanë bërë. Unë e bilem se kumbosh është keq. Kjo është alo më e keq. Kur krahasimin e relativizojnë fenomenin. Kur krahasimin e bëjna, domethënë me gjona të këqija. Domethënë e keqja ime nuk ka shumë e madhe, sa ai tjetër e ka bënë të keqe më të madhe.